Faleminderit. Në radhë parë faleminderit, pa përjashtim që të gjithë atyre që kanë qëndruar dhe janë akoma në këmbë. Realisht e çmoj shumë, por ma hamendja që është plotësisht e vërtet që duke qëndruar në këmbë për një kohë jo të shkurtër, juve keni bërë një respekt shumë të madh për ata pa të cilët socialiste nuk do ishte kjo që është sot. Kështu që shumë faleminderit. Dhe ndërkohë, kur doli këtu në skenë shoku Sokrat, unë zgjidha me vete një dilemë që e kam prej shumë kohësh. Te unë e gjetët të tani që të mos punoj mikrofoni. Ha? Ha? Doni që të thonë blogerët që iku goja e Edi Ramës? Ha? Se ata blogerët në fakt kanë shumë gojë. Po. Okej, po provojmë këtë tjetrin. Se ishte moment solemn, se vërtet kam zgjidhur një dilemë sot që e kam prej shumë vitesh. Pse i thonë Fierit kryeqyteti socialist? Se, po bravo. Bravo për çfarë, se unë se kam thënë pse. Por sot e zgjidha se dakord Fieri voton Partinë Socialiste, por nuk është vetëm Fieri që voton Partinë Socialiste. Ka shumë zona tjera që votojnë Partinë Socialiste rregullisht, historikisht, njëherë më shumë, njëherë më pak. Por e zgjidha duke parë Sokratin. Kur unë kandidova për herë të parë për kryetari i Partisë Socialiste, ishte një skandal i madh sepse Partia Socialiste nuk e kishte zakonin, po as statutin që lejonte njerëz që thoshin dua të bëhem kryetari i partisë. Dhe plus kësaj ishte një skandal i madh sepse në ndërkohë unë isha kryetari i Bashkisë Tiranës. Ishte me njëherë pas fitores mandatit dytë në 2003 dhe socialistët më shikonin si një njeri të çmendur mirë se kështu më kishin parë me kohë, po si njeri që ishte komplet i pa fytyrë edhe gati tradhtar, sepse po i dilte përballë liderit të pa kontestueshëm të partisë, edhe po i dilte përballë duke thyer çdo rregull dhe duke u bërë antar partije sot e duke kandiduar po sot për kongresin që bëhej mbas një muaji e ca. Dhe sistemi i Partisë Socialiste ishte me ato komitetet drejtuese të rretheve. Edhe nuk ishte aty që hynte e dilte kush donte, ishin me tesra, ishin me kuota, ishin me lista, edhe futeshin brenda, aty s'kishte as kamera, s'kishte as media, futeshin brenda, vije o tavolina atje me atë copën e kuqe, rinte presidiumi atje, mbaj raporti, edhe votonin për delegatët. Edhe vi unë të futem ishte ky komiteti drejtues i pari, ishte në rrethin e Mallakastrës. Jo më ja, po le tani më trego mua tani, unë portretin tënd nuk zdaroj kur gjithë jetën, jo unë thot. Unë e kam me firme me vule, kam me shkrim, më ka dhënë me letër. Po, me letër, edhe shkoj unë atje të futem që të shpall platformën. Ku kishte platforma? Te dera jashtë.
Edhe doli, shoku Sokrata urdhëroni, tha. Sigurisht urdhëroni, tha. Komplet një armik i brëndshëm. I thash unë, po, më thanë që këtu është komiteti, po, tha, po, ç'lidhje keni me komitetin? I thash unë, po, duhet të futem, unë jam kandidat i kujt, tha. Jam kandidat për kryetari i Partisë Socialiste. Jo, tha, s'ka kandidat për kryetari i Partisë Socialiste, tha. Kandidatët, tha, dalin në kongres. I thashëm, po si të dalun kandidat në kongres, po s'më dëgjuan delegatët, nuk është fare çështja ime kjo. I thash, po mos e bëni këto punë kështu tani s'ka lezet se mbledh edhe njerëz, kishte edhe kamera, të futem, i thash, do them fjalët e mia, më tha mua dëgjova. Unë do të riqem, tha, do shkoj tek si quaj ajo sekretariati, përfaqësia, po ishte një aty përfaqësia që merrte me radhë emrat, listë, do flas me përfaqësinë, tha, do t'i them, tha, që ka një kërkesë nga një individ që do të hyj brenda, edhe do t'ja përgjigje. Unë aty në rrugë, kur vjen shoku Sokrat, me letër, serios, me logo, me shkrim, me vull, edhe thot, në bazë të nenit kaq, nuk ju lejohet hyrja në komitet. Edhe nuk u futa. Pastaj e çava në ca komitetet tjera, historia vazhdoi dhe unë u bëra kryetari i Partisë Socialiste. U bëra kryetari i Partisë. Prit, se s'kam mbaruar. Që të kuptoni pse është kryeqyteti, se unë u bëra kryetari i Partisë Socialiste në Tiranë. Dakor? Grupi Fierit, megjithse më votuan, shoku Sokrat erdhi atje, më tha, votën ta dham, tha. Herën e parë, tha, nuk ishe gati, tani, tha, e more, tha, do të shikojmë, tha. Mirë, po aty ishte gjithë grupi Fierit dhe ishte një grua, nuk e di a e keni parasysh, një Raimonda Stefa. Hajde këtu, hajde. Ishte, ja, shikoni. Ta shikosh, thua ti, grua e mirë, e dashur, komunikuse. Raimonda Stefa ma ka bërë malore jetën që unë të bindja Partisë Socialiste të Fierit se isha i duhuri. Kështu që vetëm mbas disa kohësh, të gjithë të tjerët ishin dorëzuar, më prisnin me buzëqeshje, me përqafim, me vija këtu në Fier. Erdhe ti. Hajde. Kur fitova dhe zemrën e Raimonda Stefës bashkë me Petro Koçin e ca tjerë, aty u bëra kryetar. Kështu që prandaj kush ka mbështetjen, kush ka simpatin, kush ka energjin dhe mbi të gjitha kush ka Partinë Socialiste të Fierit si organizat, jo thjesht si frymë dhe si familje njerëzish, po si organizat, atëherë mund të thotë që ka me vete kryeqytetin e Partisë Socialiste. Tani jo. Tani e odhi Elmin prapë, se e ka këto. Nuk ishin të gjitha kështu, do thuash si ishin tani? Po të vërtetën. Të vërtetën, do e thuash si ishin? Po, jo, po thuj këtë të vërtetën dhe hidhura, jo ato të mblat. Jo, e hidhur është dhe ajo. Bëni mbledhjen e Këshillit Drejtues, mbasi Zoti Rama ishte bërë kryetari i PS-s, dhe kishte këtë zakonin që e hodhi dorën tashi, dhe sa herë i dilte kamera do më gjente ku isha do jete dorën. Edhe i thash, mos u lot kot. Unë nuk dashurohem me ty, jam dashuruar me nanun në parti dhe me aqin në shtëpi. E vërtet është kjo. Nuk e mbaja mend kështu si deklarat mos dashurie, po ajo e ka memorien top, edhe dashurin me shokun fatos e ka pasur të shpallur, dashurin me burrin
nuk ja kemi ditur, po me siguri e ka pasur dhe nuk ja mohon njeri, unë nuk kërkoja dashurinë e Raimondës, kërkoja vetëm mbështetjen e Raimondës. Ma dha mbështetjen, ma dha të plot, dashurin, edhe dashurin ma dha, por nuk ma shprehu asnjëherë. Ma shpreh me mënyrën e vetë, rëndësi ka që të gjitha këto detaje vinë prapë tek ajo që thash. Ky është kryeqyteti socialiste. Tani, duke qenë se keni qëndruar shumë gjatë në këmbë, duke qenë se edhe unë flas gjatë, e dini vetë, do mundohem që të them disa gjëra, sepse duhen thënë këtu, dhe në ndërkohë e dini shumë mirë që janë gjëra që lidhen me atë që po ndodh sot. Ajo që po ndodh sot, jo thjesht çfarë po ndodh me një grupim ose me një sër grupesh njerëzish kategorish që i ka bashkuar bulevardi, duke filluar me një shqetësim legjitim për mjedisin dhe pastaj duke kaluar deri tek kërkesa për vdekjen e tradhtarëve me nkrye-mua, por më e rëndësishme është çfarë po ndodh sot me Shqipërinë dhe pse Shqipëria po përdoret kaq masivisht në vende dhe nga njerëz të cilët t'jeni të sigurt që nuk është se kanë ndonjë dhimbje se çfarë do ndodhi me flamingot e Zvërnecit, as se janë kaq të interesuar për Shqipëri, por sepse Shqipëria sot, përveç tjerash, një epiqendër e një sër përplasjesh. Thënë kjo, nuk po them që njerëzit që dalin atje janë agent, janë spiun, janë të futur nga forca të errta, nuk po them këtë fare. Absolutisht se them këtë, por që përveç një pjesë të mirë aty që janë këta politikanët e rinj të partive të reja që u vjetruan shumë më shpejt se sa normalisht do të ishte ndryshme, është një pjesë njerëzish aty që kanë rënë prej e kësaj. E gjithë sa gjëje. Atyre që shqetësohen për mjedisin në mënyrë legjitime. Atyre që shqetësohen për Shqipërinë, që Shqipëria është e shqiptarëve, që Shqipëria nuk mund të shqitet, që Shqipëria kështu ashtu, megjithëse këto janë gjëra shumë shqetësuese në mënyrën se si mendohen dhe artikulohen. Ju duket gabimisht sikur bota është me ta, sikur gjitha i sistem mediatik në Amerikë, po edhe në Europë, gjitha ato platforma janë në kulmin e një simpatie që këta njerëz po luftojnë për atë dheun e tyre, që këta njerëz po luftojnë për mjedisin në vendin e tyre. Kush e mendon kështu gjen veten në mënyrë shumë naive. Shqipëria këtu ka qenë. Dhe çështje me të mjedisit, çështje të natyrës, çështje të jetës kafshëve, të shpendëve, të lumenjve, ka pasur shumë të rënda. Shqipëria ka qenë vendi ku si në asnjë vend të Europës, deri kur ne kemi ardhur në detyrë, bëj turizëm gjuetie. Njësoj si trafikqet e tjera, kishte një sistem të tërë për të sjellë turist me çifte. Maniak ndërkombëtar
nga vendet përreth, po edhe nga vendet tjera, të cilët vinin me një sistem organizimi, merreshin me furgona, siç bëhet sot për shumë turist, bëhen ture, bëhen guida. Në atë kohë ishte turizmi i vrasjes ilegale të shpendëve dhe të kafshëve në Shqipëri. Po të ishte ky pasion kaq i shprehur nga shumë kush, nuk diskutoj atë grush njerëzish që aty janë realisht ambientalistë, dhe unë dyshoj që ata janë akoma aty për të vërtetës, po kjo do të them pak më mbrapa. Atëherë do kishim parë jo një protestë madhe, po do kishim parë një grup njerëzish që të visheshin si flamingo edhe të thoshin bini flamingot mbrapsht në Shqipëri se janë zhdukur. Nuk ishte flamingo në Shqipëri. Dhe kjo është diçka faktike, sepse gjuetia e egërsirave që vinin nga vendet e tjera me çifte, kishte bërë që gjithë lagunat tona, edhe në Karavasta, këtu ka dëshmitar, këtu ka njerëz që e din historinë dhe që kanë vuajtur nga kriminalët e shpendëve dhe të kafshëve. Edhe në Karavasta është bërë nami, pelikani kaçurel u masakrua. Është rikthyer për të nxjerrë vezë shumë më pas. Dhe sot ne kemi një regjistër të gjithë popullsisë së shpendëve dhe të kafshëve në Shqipëri. Është shumë fishuar nga koha kur ne filluam të mbajmë regjistrin, dhe si u shumë fishua, dhe pse u kthyen flamingot, dhe pse pelikani kaçurel rivendosi të lëshoj vezë, të lindi fëmijën e vet këtu në Shqipëri, sepse kjo parti në qeveri ndaloi për 10 vjet gjuetin. Ne kemi inventarin, dhe këto i din, këto që po them unë, e din të tëra institucionet dhe të tëra organizmat që merren me jetën e egër. Dhe ne kemi inventaret se si pyet janë ripërtrirë, jo aq sa do duhet ripërtrirë dhe vazhdon ripërtritja, po si janë ripërtrirë pyet, që ishin bërë teritore pa zogj, teritore ku edhe ujqit kishin filluar të paksoheshin, dhe ku shumë specie të rralla autoktone këtu kishin filluar të zhdukeshin nga kriminalët që i vrisnin ujqit për sport. Por teritore ku dëgjohej vetëm zëri i sharrave që prisnin nga të katër anët, dhe kur hynin e dilnin trajlera me drur që nxireshin jashtë Shqipërisë, apo që hidheshin për të përdorur në mënyrë ilegale, shiteshin pas një faturë, pasuroheshin një rrjet i tërë kriminalësh, dhe u desh Partia Socialiste në qeveri që të ndalonte 10 vjet shfrytëzimin e pyjeve. Po lumejt, sepse të vish sot, të mblidhesh sot, dhe të kërkosh hesap
për një projekt është gjëja më legjitime në botë. Por hesapi kërkohet duke e ulur edhe duke kërkuar transparencën që të mungon. Nëse dikush dhe disa dalin protest dhe kërkojnë që unë t'jemi butë, që unë t'jem njerëzor, që unë t'jemi kuptushëm me ta, ka një minimum etik. Po që se ajo protest është shqetësim për Sazanin, është shqetësim për Zvërnecin, është shqetësim për biodiversitetin, për flamingot. Minimumi etik është të nxjerrësh një grup njerëzish dhe të thuash urdhëro bujrum, ulu me këta njerëz, këta janë ekspert, këta din çfarë flasin, trego nga e KZH-ja çfarë po ndodh, çfarë ka ndërmend qeveria të bëjë. Dhe të dëgjosh. Po ti nuk mund të vish dhe të bësh atë teknikën, se unë atë teknikën e njoh. Nuk ka negociata largohu. Se në qoftë se je në protest që të mos largohen flamingot, nuk mund të kërkosh pastaj që të largohet qeveria. Po duhet kërkosh hesap për flamingot. Ky është minimumi etik, apo jo? Dhe të vish sot e t'i kërkosh hesap brutal në atë formë, një qeverie, një shumicë e qeverisë, një partie në qeveri, që e ka bërë Shqipërinë një vend ku është vendosur në mbrojtje, lumi i fundit i egër i Europës, është shpallur park kombëtar Vjosa, ku përfshihet edhe delta e Vjosës dhe ku ajo fjala Vjosa, Narta Vjosa nuk ka lidhje fare me projektin, është guxim shumë i madh. Është guximi i atij që nuk ka turp. Sepse në momenti që ti nuk e turp përpara të vërtetës dhe je ngatshëm ta kthesh në një gënjeshtër që ti të manipulosh të tjerë dhe pastaj të shkosh lart e më lart në manipulimin tënd dhe pastaj të kërkosh të kthesh përmbys nga e para vendin, është diçka që ti mund ta bësh, sepse ne jemi demokraci, jemi liri, por është diçka që ti duhet dish që me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste nuk funksionon. Kjo parti dhe kjo shumicë qeverisëse kanë refuzuar një numër të pafundëm koncesionesh të dhëna për të ndërtuar gjatë gjithë lumit Vjosës hidrocentral, pas hidrocentrali, pas hidrocentrali, pas hidrocentrali. Kjo parti që i ka dhënë jetë saj shumicë e qeverisë, është sot akoma në një betejë ndërkombëtare me një maskara i cili është kategoria atyre nga cilët duhet ruhet Shqipëria. Është kategoria atyre që Shqipëria nuk duhet i pranojë për të investuar këtu, të cilit ju hapën dyert e Shqipërisë, ju dha Vjosa për të ndërtuar hidrocentral, ju dha e drejta për të importuar plera në Shqipëri, dhe ju hap rruga për të bërë këtu zot në shtëpisë. Ju e keni dëgjuar, shqiptarët kanë dëgjuar, që këta që dalin, ju kanë quar deri në Tiranë, ju kanë quar letra në ndyer, që i humbi Shqipëria, i humbët ju 110 milion euro për tekat e Edi Ramës, sepse i mori ai, i fitoi ai në gjyqin ndërkombëtar.
Po mirë, në qoftë se unë do isha njeriu që shes vendin tim, dhe në qoftë se unë do isha rrethuar nga tradhtar, çfarë problemi kishim ne që të thoshim hidrocentralet, se s'është një, janë koncesione, i kanë dhënë të tjerët, s'kemi çfarë bëjmë, nuk do t'i hymë rrugëve të gjyqeve, nuk do t'i hymë rrugëve të betejave legale, sepse janë të drejta që i ka dhënë shteti shqiptar, importin e plerave e ka pranuar shteti shqiptar, këtë e ka bërë shteti shqiptar, atë e ka bërë shteti shqiptar, 12 hidrocentrale të dhëna nga ai mosozotshmi që bjeshkët atje lart i dhanë jetën, e lindën atje, që njerëzit e bjeshkëve u vranë, u sakatuan për t'i shkuar pas atij, dhe që nuk ju bëri as rrugën deri në Valbon, por ju la peshqesh 12 hidrocentrale. Dhe ishte kjo parti që i dha jetë qeverisë vet, e cila nuk ishte ç'i bënte një a dy hidrocentraleve që kishin filluar punën, po janë ulloj të gjitha tjerat. Dhe këta ambientalistët, pseudot, bashkë me të gjithë këta llapaqorrat, ja hodhën në kurriz edhe ato Partisë Socialiste. Po si mund të bëjë Shqipëria, dhe si mund të zgjidhet Shqipëria, vendi që drejton organizatën më prestigjioze, ku janë 45 vende europiane, që quhet Forest Europe, pyet Europës. Si mund të bëjë Shqipëria? Në qoftë se Shqipëria do ishte vendi ku pyet shkatrohen, në qoftë se Shqipëria do ishte vendi ku në përpyje bëjnë kërtin gjuetarët e shpendve dhe të kafshve, në qoftë se Shqipëria do ishte vendi ku lumenjt kthehen në shtretër të tharë nga hidrocentralet, si do merrin Shqipërinë ta vendosin në krye të asaj organizate, dhe kush ja dha stafetën Shqipërisë? Suedia. Dhe kush e mbështeti Shqipërinë për të bërë drejtuese asaj organizate? Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Si do ndodhin këto? Unë nuk po them që ne s'kemi probleme, se ne do kemi probleme. Do kemi gjithmonë probleme. Për sa kohë ne do kemi njerëz që në emër të mjedisit, në emër të mbrojtjes së shpendëve, në emër të mbrojtjes së habitatit, të biodiversitetit, shkojnë në Zvërnec dhe i parkojnë të gjitha makinat mu në rër dhe protestojnë për flamingot. Ne do kemi probleme, patjetër. Për sa kohë do kemi njerëz që nga një anë shfaqen për Instagrame me lloj-lloj kremrash, se parfumet nuk ja u ndjen erën kur i dalin në Instagram, me lloj-lloj kremrash, me lloj-lloj rrobash, në lloj-lloj sfondesh. Jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi. O, sa e bukur Vjena, edhe mbrapa Mozarti që këndon edhe të larta, dhe këtu në Shqipëri e pin atë pijen që kanë marrë për t'i bërë reklam, edhe pastaj e hedhin. Si mos kemi probleme ne? E më se Shqipëri e sapi, duam flamingot. Do flamingot? Po je sigur që të duam flamingot ty? S'kan goj. Kam goj unë. Edhe për ata. Kjo është, kur thoshte miku im, Indjej Buerlako, të kesh 2 byth, njëta mbashe, njëta qash. Kështu është. Tani kam një gjë, se pata një telefon nga një djalë, atje në protest. Me këj kishe, tha, të punë e patriotëve, tha, se edhe unë
unë jam patriot. Qa e patriotësh? Jo, dhe se the diçka, dhe që ata patriotët e Instagramit, ata patriotët e influencimit, ata patriotët e Facebookut, ta marrin udhëheqjen e kësaj lëvizje dhe pastaj t'i shohi populli kush janë, qa kanë, si e kanë, për fakt s'ishte për to. Po i thash gjë, ti e patriot, po tha, unë jam patriot. Po qofse e patriot, i thash, pse merr pjesë në një mashtrim publik? Për qa merr pjesë ati? Si tha marr pjesë në mashtrim? Po pse i jep fytyrën tënde, i jep zërin tënd, i jep patriotizmin tënd, i jep pasionin tënd, atë dhe dashës një mashtrimi? Jo tha, si? Po si, thash, ti e patriot dhe pranon që të kërkohet vdekja ime tradhtar, edhe pranon që të flitet për lloj-lloj gjërash duke u nisur nga një gënjeshtër? Pse nuk thua ti si patriot, dëgjoni këtu djema. Unë jam këtu sepse unë e dua Shqipërinë, dhe ai e do Shqipërinë. Unë jam këtu sepse unë nuk pranoj që të shitet Sazani. Nuk e pranoj. Po se pranoj as unë njerë, po nuk e pranoj. Unë jam këtu se unë nuk e pranoj që Zvërneci të betonizohet. Kështu që unë dua që ti bashkë me mua të shkojmë dhe të shikojmë letrat. Të kërkojmë llogari. Jemi patriot. Po ti i thash, nuk mundet do të jesh patriot që ju fshet vërtetën atyre që të rrethojnë. Se atëherë nuk i bie ti jesh patriot, i bie ti jesh manipulator, i bie ti jesh skuth, i bie ti jesh dikush që nuk ka lidhje fare me atë që njerëzit. Unë tha, nuk kam lidhje me ato që thonë ata të tjerët. Unë tha, kam shqetësimet e mia, unë kam bot kuptim, por rregull fare, s'kam unë asnjë problem me këto, i thash. Të gjitha këto janë shumë në rregull. Por pse ti si patriot, dhe çfarë është ky patriotizëm për ta vendosur Shqipërinë në një sherr që nuk është fare sherrion. Nuk është sherrion. Kuptoni ju, unë e ndjek atë senatorin e madh të famshëm, kandidatin për president Bernie Sandersin. Unë nuk e di, a e dinte Bernie Sandersin se ku bie Shqipëria deri para pak ditësh. Po unë di me siguri një gjë, që gjithë ajo që Bernie Sandersin shkruajti nuk ka të bëj fare as me Shqipërinë, nuk ka të bëj fare as me Zvërnecin, ka të bëj me luftën që ka atje. Ai është nga ana tjetër, ai tjetër nga ana tjetër, tash ne djema, se me ju e kam, se ju keni potencialin që të rrëshqisni duke u bërë patriot, që pastaj t'i ikni të vërtetës, dhe këtë s'du ta bëni kurrë. Nëse ka një gjë patriotike në radh parë, është e vërteta. Dhe nëse ka një aktivitet patriotik të vërtet, është që kur flet për vendin tënd, kur i del për zot vendit tënd, kur përpiqesh thuash sa i mirë je ti për vendin tënd, ta bësh këtë gjithmonë duke pasur parasysh që dinjiteti i vendit tënd të mos cënohet. Jo duke gënyer, jo duke fshehur problemet që ka vendi yt, por duke mos thënë gjërat pa vërteta. Për hir të lajkeve, siç i thon lajkeve, followersa. Se ishte edhe një rast tjetër që njërin, se atë e kemi, e njohim këta, e kemi atje në Partinë Socialiste, i kishte ikur e dashur, i kishte ikur në protestë. I thoshte, ç'a bën ti atje më? Ore, po ç'pun ke ti atje më? Po do atje do t'i marr like-et, ku t'i marr? Duke ndëjur me ty? Ti si është me sy? Ore, po ç'a like-esh do marr, po hajde se ore janë budalli, a ç'më duhet mu? Ç'më duhet mu? Se mos e kupton njeri like-un, a është i budallajt, a është i të zgjuarit. Like-u është like. More, like-un është like. Por patriotizmi nuk ka lidhje me këtë. Drejtimi i një vendi nuk ka lidhje me këtë.
Partia Socialiste, s'duhet ja kujtoj të gjithëve. Partia Socialiste është zgjedhur për të udhëhequr, jo për të shkuar nga mbrapa të tjerëve. Dhe deri në 12 qershor, që kemi festën e madhe që unë besoj do vini dhe ju në Tiranë, është mirë që të mbyllet kjo bised dhe të ndahet ambientalizmi nga lapaqorrizmi dhe nga qorolapizmi. Duhet të ndahet. Kush e do bulevardin për ta qorolapuar, të shkoj ta qorolapoj. Kush është në bulevard akoma, apo kush simpatizon me bulevardin për Sazanin, a do shitet, a s'do shitet, a shitur, a së shitur. Për Zvërneci, a do betonohet, a s'do betonohet, a do ndërtohet, si do ndërtohet, a do mbrohet, a s'do mbrohet. Për zhvillimin e Shqipërisë dhe për mënyrën se si ne do të ndërtojmë në ato pika ku janë të ndjeshme. E pat ju që kishte dalë njëri atje nga këta të qorrolapuarit dhe thoshte kujdes, edhe ai ishte komplet UFO. UFO. Kujdes, nuk është ke Zvërneci puna, Zvërneci është loja, puna është ndarzez, o burrat gjithë ndarzez. Çfarë të bëjnë ndarzezaj? Çfarë të bëjnë ndarzezaj? Po pse fieri, do më në si pas këtyre, shiko, si pas këtyre, dhe atyre që i mbështesin andej, se entuziasmohen, Shqipëria duhet jetë një lloj rezervati. Dakord? Se Vjosa e thonë, ne jemi shumë krenar që e mbrojtë Vjosën, po këta që na thonë, lumi i fundit i egër, po lumenjt e tjerë, pse i zbutët ju? Po i zbutën ata, pa tjetër. I zbutën se lumi i egër ka probleme. Lumi i egër nuk të lë të ndërtosh si të duash e ku të duash. Tani këta duan që fieri mos ketë kur dalin det. Fieri mos ta ketë kur në Bregdet, si që kanë të gjitha ato vende që kanë këtë thesar, një destinacion turistik ku të vi tër bota të vi. Pa tjetër. Tër bota të vi. Jo, ta duan edhe më e bukura, shiko, se ka dhe i gjithë bukur shumë. Dëgjoj, ka i gjithë bukur shumë. Këta vajtën atje, dëgjoj, vutre një gjë, se shumë interesante. Se po harroja. Vajtën me makina, u futën atje në Zvërnec dhe shkuan aty ku është projekti. Edhe shkuan atje solidaritet në Flamengut. Aty s'kishte as i Flamengo. Po t'isha i keq me ta, do thosha i trëmbët me makina, se menduan që filloi ndërtimi i parkimit. Por jo, atje s'ka Flamengo. Flamengot janë më në veri. Janë pikërisht aty në nart pranë deltës. Nuk janë atje në fund fare. Këta s'dina s'ku janë Flamengo, të kupton? Dhe këta duan që Austria dhe Zvicra dhe gjitha vendet që i kanë ato bukuri në male të vazhdojnë të bëjnë, të presin lek me turizmin malor. Këtu jo, këtu nuk duhet të ndërtohet. Këtu në përmale, në asnjë mënyrë, në malet oligarkët, po mirë, në qoftë se të huajt zvin. Atëre oligarkët nuk u dashkan, kush do t'i bëj këtu zhvillimet? Dhe si do rriten të ardhurat këtu? Se këtë duat diun, si do rriten këtu të ardhurat? Do rriten me ata që shkojnë me bukë me vete, vetëm, dhe që pastaj i edhin gjitha aty, që ai pylli sodës e di çka e qur. Dhe ka një pyetje shumë thjesht, pse proteston Tirana dhe nuk proteston Vlora? Se në fundit, Zvërneci është i Vlorës.
po që se po bëhet atje një masakër, duhet dilte Vlora. Pse s'del Vlora? Pse s'del Vlora? Dhe kur them duhet dilte Vlora, nuk e kam për ballistat e mbetur në Vlorë. Se edhe një ballist që kishin që lidh 7 fjalë bashkë e sollën në Parlament Tiranë, që punon me call centera për të marrë like. Dhe që ata që kanë për call centera i shtyn vetëm për të sulmuar edhe për të mbytur me helm faqet e kundërshtarëve. Puna ti, le ta bëj, nuk ka problem. Po e kam fjalën Vlora, tani më falni, po kryeqyteti socialistëve është Fieri, kurse kryeqyteti i pavarësisë është Vlora. Dhe jemi dakord në këtë. Unë e di tani që juve keni pak të vështirë këtë, po kësaj s'keni që bëni. Po do ta ngresh uraganin e Partisë Socialiste, shkon Fier. Po do të ngulësh këmbë që Shqipëria nuk shitet, bëhet në Vlorë. Vlonjatët nuk janë shumë, nuk i bien shumë gjatë, se po t'i binin gjatë nuk do nxirnin herojnë dhe dëshmorë, do nxirnin bloger. Po me sa di unë nuk ka bloger nga Vlora. Me sa di unë. Edhe në qoftë se është në një nga Vlora, atëherë i bie që s'është nga Vlora. Vlonjatët do e kishin kapur, dhe u kishte thënë instikti politik që o shiko. Vlonjatët, Vlora, Fieri, të gjitha ata që jetojnë këtu në Shqipëri, që i kanë thënë punës mirëmëngjes, që luftojnë për ditë për të bërë më shumë përmes turizmit, përmes shërbimeve, jo që nuk diskutohet që duan ato investim, po duan edhe të tjerë, dhe unë po ju them kaq, edhe të tjerë investime aq të mëdhenj do t'i sjellim Shqipërisë. Dhe po ju them kaq, shumë shpejt do shikoni, dhe jam shumë kurios se çfarë do thonë për atë. Do shikoni dhe jam shumë kurios se çfarë do thonë. Do t'i sjellim një investim po aq të madh, mbas edhe më të madh në shumë, diku midis Kavajës dhe Durrësit. Dhe do shikojmë çfarë do thonë për atë. Po pse më? Pse çka kanë të tjerët? Pse shqiptarët duhet shohin me zili Greqin, Costa Navarino, tjetra, duhet shohin me zili Kroacin, duhet shohin me zili Malinezi, Malizi që është Safieri. Safieri është Malizi. Safieri është. Në Malizi pagat ku e ku, pensionet ku e ku, jeta ku e ku, biznesi ku e ku, dhe ne dorim edhe do t'i gjojmë, edhe do pranojmë, edhe do t'i përulemi qorra lapajve, lapa qorrave, se ata e duan Shqipërinë për vete. Po kush janë këta njerë që thonë, kush janë këta që thonë Shqipëria është e jona, dëgjo popullin dhe i kush janë këta? Kush janë këta se populli flet kur i vjen dita të flasi. Dhe e ka zgjidhur ky sistem. Populli flet kur i vjen dita, pse nuk thon kot, atë ditë heshtje zgjedhore, të gjithë ata që kanë bërë rroganisjen e kokës popullit 4 vjet, qepin gojën, shkon populli dhe voton. Tani, si është kjo që mblidhemi ne, po këtu, ne jemi më shumë se atje. Tash i mblidhemi ne këtu dhe qa? Çfarë? Nesër, qarë, si është kjo? Se del dhe Fevziu, se nuk të las Fevziu, se Fevziu është midis të dyjave. Fevziu do
të pushoj në palas, pa tjetër, atje, shumë mirë, që mos më keq kuptoni, nuk jam unë kundër, pushon atje, do që të ketë zhvillim, po do që dhe protestusit të dëgjohen, po do dhe që blogerët të respektohen, po do dhe që influence e ret të dashurohen, dhe pastaj thot, zgjedhje e zgjidhin të punë. Pse? Se Fevziu nuk do të marrë anën dhe të thot që unë jam pro zhvillimit, por shikoti Rame se transparenca, o do vdes. O do vdes. O do vdes për transparencën, se nuk e di do më thënë qatë them. Por në fund, dua ta mbyll, kam marrë me vete një dy, jo medalje, po kam marrë me vete, sot flisja me ca gazetarë, kishin ardhur nga Europa. Edhe ata të utuar, se u çmend bota. Rinë të tërë atje me atë gishtin gju, edhe aty dalin, pum, 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 pum. U prish dynjaja. Pum, 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 oh. Edhe pastaj janë dhe ata që janë ca në protest, për shumë ata s'flasin fare, ata vën kamerën kështu e bë. Edhe këtej tak, del njëri ande. Pastaj vë kamerën, hop. Edhe i vënde i muzik, rotullohet dhe imazhi, 200.000 like. Edhe mendja pastaj mbushet me budallëqe dhe ti s'kupton më ç'a është realiteti, ç'a është gënjeshtra. Dhe ndërkohë i thash këtyre të mive, me siguri thash këta tash ti janë në punë, ndërkohë që unë do flas, mi nxirrni ç'a thon që t'ja u them në distancë, se aty nuk ka shtë puna, thot ky, te ambienti. Janë krejt, rroga, pensione, spital, sigurime, rritja çmimeve, nafta, çdo gjë. Ik, thot ky. Dakord, më patjetër. Janë. Këtë se mohon njeri që rrogat duhet jenë dhe më të larta. E kemi nisur me 320 euro. 320 euro pagën mesatare në Shqipëri, sot e kemi 912 euro. E kemi nisur me dikute 360 pagën mesatare në sektori publik, sot e kemi 1080 euro. Është mjaft, jo më nuk është mjaft. Patjetër nuk është mjaft, duhet rritur. Patjetër pensionet, me gjithë se kemi bërë për pensionet skemën dhe dihet që do rriten. Patjetër më spitalet, po, patjetër. Sigurisht edhe të gjitha tjera. Po si do rriten është pyetja? Në qoftë se ti thua nuk i du të hujt, tikin. Nuk i du oligarkë, s'ka Shqipëria, po e zem, nuk i du këta, tikin. Nuk t'ju du me dhe juve, ikni. Dhe do t'a marim ne, blogerat, influencerat, lapaqorat, qoralapat dhe flamingot, si do rriten rrogat? Si do rriten rrogat? Se dëgjova njërën që thoshte, jam shumë e shqetësuar, kjo është e tmerrshme. Kjo është shumë e tmerrshme. Dhe jeta është bërë shumë e vështirë. Po mirë thaj, ti tha si ke të ardhur? Unë tha 20.000 euro, tha. Normalisht tha 20.000 euro, tha. Nuk paguaj qira, tha, nuk paguaj drita ujë, tha, se mi paguani dashuri, tha, unë tha marr 20.000 euro, tha, udhtoj, tha, po. Kur vi në Shqipëri, tha, është e tmerrshme. Jo, nuk jetohet kështu. Shikoj një, çan ta. Po si do rriten? Tjetra, o bastard, thot ky. O bastard, mua do me thënë. Po pse individët thot e shesin tokën tek i huaj, thot mor drogaxhi, ata e kanë shit në firmat private shqiptare, jo tek izraelitët, thot o pedofil, mashkull, ju i keni bërë zullumet bashkë, thot, me firmat private dhe ti nuk ngopesh me pasuritë e popullit të bastard. Tani, kjo është gjuha, ata që në 45-ën shkonin në për shtëpia edhe kapnin kulakët, ata ishin serios, i binin plumb ballit, ose i fusin në i shkelën, po këto fjalë nuk i përdorin as ata.
as ata. Po si që nga kjo që nuk ushqis ka toka në Shqipëri pa lejen e shtetit, edhe shteti duhet shofi se ka plot tu që thonë, duhet i shofi shteti këto, si ushqis kanë kështu. Duhet shofi shteti kush shet tokat, dhe kush ja shet kujt, ndër privatët. Dhe nuk duhet t'ju lodh më shumë, po kjo ishte e bukur të nxora, ishte një vlonjat. Thoshte, bosi thoshte, ishte një që ishte dalë rrugëve në Milano dhe thoshe me mikrofon, unë jam Komisioni Europian. Dhe në fund dua të shtoj edhe këtë. Pse vendos, thot ky, ti thot, të ardhmen e pronave tona, thot. Cilat prona? Të ardhmen e cilave prona vendosun. E vërteta është që Sazani ka qenë, e vërteta, fakti. Dhe në qoftë se unë nuk po them të vërtetën, dikush duhet nxjerrë faktin që provon të kundërtën. Sazani ka qenë, është dhe do mbetet tokë e Republikës së Shqipërisë. Dhe çfarë e provon këtë? Çfarë e provon këtë? Këtë e provon fakti, më falni zon, si provohet kjo? Se dakor, se kjo mund dali një llapaqor thot ti po gënjen. Ky është mashtrus. Këtë e provon fakti që ne kemi më shumë se 2 vjet negociata me investitorët pikërisht për formulën e zhvillimit. Që do thot, ne përfaqësojmë Republikën e Shqipërisë dhe pronën shtet, prona e popullit shqiptar. Ata janë investitorët që duan të zhvillojnë në atë pronë. Dhe ajo që ne kemi rënë dakord me ta është që çfarë ndërtohet bëhet private. Ndërtohet një vilë, blihet një vilë. Çfarë është jashtë është e shtetit shqiptar dhe në investim merr pjesë Shqipëria si ortak në biznes dhe të ardhurat që vinë i shkojnë Republikës së Shqipërisë. Pse nuk është firmosur akoma marrëveshja? Sepse akoma jemi duke negociuar. Se normal, negociata, se cila palë do të marri sa të mundet. Ky është Sazani. Atyre që më thonë mua tradhtar, thoshte njëri shkon në Serbi dhe në Serbi vajta unë. Në Serbi vajta, ja u thash atyre në sy nga pallati i Serbisë kur i presidenti që Kosova është Republikë e pavarur dhe është një histori që nuk kthehet më mbrapa. Është kollaj, është shumë kollaj të bësh heroin, kur del atje ka i bulevard diku vran 4 vet, me pushk. Dhe kur ne socialistët organizoheshin për protesta, shumë njerëz nga tanët, mësues, mjek, infermiere, se s'bëj fjalë për administratën tjetër, nuk vinin dot në protestë, sepse i merrnin për flokësh dhe i hiqnin nga punat nesmen. Dhe shkonim në për protesta këtu, atje, të mbledhur me njëri tjetrin dhe duke i rezistuar një qeverie e cila në ndërkohë bënte pallariu, se për ambientalist, e për qorrolapist, e për lapoqorrist as pyesin fare ata. Nuk e haroj kur kanë qenë atje, kemi qenë bashkë atje, nuk haroj kur se si i morën invalidët. I morën me gjithë karroca i ngritën në ajër. Sot është kollaj. Po dinim se është kollaj. Sepse Shqipërinë e ndryshoi Partia Socialiste edhe në këtë aspekt. Kështu që patriotizmi dhe tradhtia nuk janë me vër flamurin këtu
lidhe ny edhe thuaj të qërë e dirama. Ky nuk është patriotizëm. Nuk është patriotizëm, a nuk ka problem lese. Jo më letë vazhdojnë, mua më bëhet vetëm shëndet dhe energji. Shqipen si jam energjizu, se kësha rëmë pak si këshu. Patriotizmi është ndryshe. Dhe Zvërneci, sot që flasim, ka dhe Zvërneci, po aq ko, sot që flasim, nga një grup i vogël njerëzish, apo jo, nga një grup i vogël njerëzish, që në fillim fare kishim bërë disa vizatime, ide, të cilat këta ambientalistët i pan se doli burri botës të Fevziu, bërë intervist me pamje nga Zvërneci. I pan nga i grup dhe nga ato vizatime, sot është mbledhur një grup i gjërë me ekspert nga më të mirë në botë për të gjitha fushat që po punojnë për projektin. Dhe pa tjetër edhe për impaktin në mjedis. Po ju them kaq, bashk, ne e nëzorën fjeri nga lumi. Lumi. Binde një shi verën fjerë edhe mbytej komplet fjeri se dilte nga shtrati lumi atje. Shikojni sot si është. Por, nëse ne ndalemi së ndëruari fort, nëse ne ndalemi s'pasur e ambiset madhe, nëse ne ndalemi në bindjen që Shqipëria nuk ka asnjë arsye të ketë zili asnjë nga fqinjët, por është këtu e gjitha gati për të bërë një vend për të cilin të flasin të tërë, dhe të tërë të duan të vinë, e të tërë duan të banojnë këtu për pushime. Ne nuk jemi më Partia Socialiste. Ne nuk kemi më arsye të jemi në qeveri. Arsyeja pse ne jemi në qeveri është ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Po ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian jo thjesht me këto rregulla dhe me këto. Po ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe Shqipëria ndërkohë të jetë një vend shtetantar i Bashkimit Evropian që t'i ketë standardet e larta, t'i ketë rrogat e larta, t'i ketë pensionet më të mira, t'i ketë spitalet më të mira, t'i ketë gjithat më të mira, pikërisht sepse do ketë këto zhvillime. Shqipëria duhet bëhet një vend i universiteteve. Dhe do a shikoni, po pregatitemi, po bëjmë marrëveshje. Dhe shumë shpejt, do të sjellëm edhe në Fierë një universitet mjekësie të standardeve më të larta ndërkombëtare. Ashtu si do bëjmë në Vlorë një tjetër universitet, dhe ashtu si kundër do bëjmë edhe në Tiranë dhe në Korçë. Dhe për të gjitha këto jemi duke punuar. Këta thonë Edi Rama me helikopterin. Jo. Kur unë marr helikopterin, e marr vetëm se duhet shkoj në të njëjtën ditë, në të njëjtën kohë nga këtu aty. Dhe me atë helikopterin që vajta në Korçë, që pastaj vajtëm në Vlorë, që pastaj kaluam mbi Fierë, dhe pastaj shkuam në Tiranë, kishim grupin më të madh të universiteteve në rang botror, që do sjellim këtu universitetet dhe po punojmë për këtë. Si do bëjmë ne? Pa të huajt. Si do bëjmë? Dhe përpara se t'ju përcjell, dua t'i them të gjitha atyre të rive që dalin bulevard. Dua t'ja them të gjithë këtë, se nuk mbajnë mend ata. Pishat e bulevardit. Ato të vjetrat. Disa rrepen lan që janë të mëdhej në trup dhe numërohen shumë kollaj. Dhe një pjesë e parkut të liçenit kanë qenë aty. Çdo pemë tjetër që ju shikoni në rrugët e Tiranës dhe që sot janë rritur dhe bëjnë hije në të gjitha rrugët kryesore
është mbjell nga Edi Rama dhe Partia Socialiste e Shqipërisë. Kështu që Partia Socialiste dhe Edi Ramës mund t'i bëni leksione për shumë gjëra, por për alergjin ndaj shëmtis, alergjin ndaj pislëkut, alergjin ndaj rrëmujës, alergjin ndaj shkatrimit, alergjin ndaj ignorancës, nuk na bëni dot kur fajtor. Faleminderit.